përmbytje të cilat goditën rrethinën e Shkodrës, duke ju shkaktuar dëme të mëdha materiale banorëve të kësaj ane, nxitën shumë kosovarë që t'ju dalin në ndihmë në forma të ndryshme. Në mesin e tyre, këngëtari i mirënjohur Feriza Jas Labinot Tahiri ka organizuar ditë më parë 4 koncerte në për qytete të ndryshme të Kosovës dhe me këto koncerte ka mbledhur 10.000 euro për të ndihmuar bashkëkombësit e Shkodrës. Këngëtari Labinot Tahiri dorëzoi këtë ndihmë në xhirollogarin e prefekturës së Shkodrës. Ne gjithë publikut kosovar dhe gjithë stradës kosovare. Si po ndihesh tashmë që dorëzove pra 10.000 euro për familjet e përmbytura në rrethin e Shkodrës? Më shumë që jam krenar. Falë Zotit atyre që kanë mundësi me ndihmu dikujt, jam mëson mirë, po sigurisht që vetë nuk isha pas mundësi, pa qenë edhe publiku. Nën kryetari i Bashkisë së Shkodrës, Ridvan Troshani, vlerësoi lart iniciativën e këngëtarit Labinot Tahiri. Normalisht zotënia është shumë i nderuar për gjithë mënyrën e organizimit, unë i shpreh falënderimin edhe në emër të familjeve të qytetit të Shkodrës, të cilat do të ndihin edhe efektet e kësaj ndihme. Qytetarët e goditur nga përmbytjet në rrethinën e Shkodrës i shprehin mirënjohje këngëtarit Labinot Tahiri. E vlerësojmë shumë kontributin e këngëtarit, se nani man një sot do pak se ne jina po pension, po kërgjon, torna s'kina, të mytu nuj kina ken, natën në kardhu i 1 muaj të gjysë natës. Tonë që është prapë mirë, po që konë edhe më tepër se sa kë, nuk bëjnë asisën. Ja për i zoti muar, kodja që shkoft. Ky është vetëm njëri prej akteve të shumta të bamirësisë të Labinot Tahirit.